Normalisht kjo është një debat krejtësisht tjetër. Zotri Krasniqi nuk mund të bëhem pjesë e debatit fatkeqësisht, por megjithatë një debat që ekziston mes partive politike sa i përket çështjes së presidentit. Kemi parë një ftesë të kryeministrit Kurtit që ja drejton PDK-s dhe LDK-s, me LDK-n takohet me liderin e saj, teksa nga PDK kanë kërkuar iniciativë serioze që i bie një ftesë zyrtare, më pas ajo ftesë të diskutohet në organet e partisë, të dalin me një qendrim zyrtar. Kë nuk ftohet fare. Si e sheni, si e vlerësoni ju këtë? Po edhe kjo është një pjesë e strategjisë të zotit Kurti, për cilën ai normalisht e ka të gjithë drejtën legjitime me bon tërezën politike si në analogjinë e dasmave, pra është zotit shtëpisë kundon. Mirë, po kur ti përfaqëson institucionin edhe dën me dal pe këtij ngërshi për cilët qytetarët presin që kjo me kalu, normalisht ai dëshmon qysh në krye të herës se nuk e fton opozitën, por nuk e ka qëllimin me zgjedh këtë problematik politike, le ta them kështu. Jo për ta mbrojtur aleancën, po nëse zoti Kurti në secilën konferencë për media kur del mas aty në takimeve që ka me liderët opozitar, na fol për numra. Pra madja atë nuk po e përmbushin as 80 numra. Për gjithë situata në fakt është dash me u thirr secili aktor politik që është në vend për dëshmu që ti me të vërtet e ke gatishmërinë, e ke edhe zellin me zgjidh këtë problem. Kjo sa bëhet për fajin e Kurtit më shumë bën edhe për fajin e opozitës, një opozitë që është pa kokë, pa këmbë, një opozitë e cila qysh mas krijimit institucioneve në këto zgjedhje edhe konsolidimit kuvendit ka dështuar të jetë e përbashkët e disa kauzave, siç ka qenë energjia tash me të vërtetë është kauzë, ka dështuar të jetë së bashku në nxjerrjen e rezolutës për krerjen e UÇK-s në Hag, po dështon tash, pra kjo opozitë po dështon edhe tash për arsye se ndryshe do të ishte si